Hyn në fuqi projekt ligji i miratuar edhe nga qeveria shqiptare për faljen e gjobave të viteve të mëparshme. Teksa përfitues të këtij ligji janë sigurisht një sër biznesesh në qytetin e Vlorës, por gjithashtu edhe qytetarë vlonjat, të cilët priten që të shpëtojnë nga të gjitha detyrimet e prapambetura ndër vite. Sipas informacioneve të siguruara nga televizioni 6+ Vlora, të gjitha gjobat që kanë marrë qytetarët dhe bizneset, duke nisur nga viti 2015 deri në 30 nëntor të 2024, do të fshihen nga sistemi. Vendimi i qeverisë është miratuar në datën 9 maj në fletoren zyrtare dhe institucionet kanë nisur të hartojnë listat me emrat e përfituesve, si dhe të fshihen detyrimet. Siç mësohet, këto detyrime pritet të fshihen brenda 2 muajsh, duke llogaritur këtu datën 9 maj. Institucionet si IKMT, AKU, Policia e Shtetit, Policia Bashkiake dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor kanë 30 ditë afat për të hartuar listën me emrat e përfituesve dhe brenda 60 ditësh duhet të fshihen gjobat që janë në emër të qytetarëve apo bizneseve. Pra, në datën 9 korrik, të gjithë bizneset dhe qytetarët debitor dhe të ndëshkuar me gjoba nuk do të rezultojnë më të tillë, pasi gjobat do të falen. Ndërsa afati për faljen e gjobave për raste specifike për ndërtime pa leje është deri në 80 ditë. Sipas informacioneve, do të falen gjoba që janë vënd për ndërtime pa leje, parkime të gabuara, tejkalim shpejtësie, për mos respektim të masave anti-Covid apo ndëshkime që lidhen me prodhimin bujqësor dhe blegtoral. Përfitues të vendimit të qeverisë janë të gjithë ata qytetarë apo biznese ndaj të cilëve është vendosur një gjobë, por që ende nuk është paguar nga debitorët. Por pas këtij vendimi, ata çlirohen nga penalitetet, pasi fshihet çdo gjë e 10 viteve të fundit.